Shkurta nuk ndihet mirë, Benita i qëndron pranë duke u munduar ta ndihmojë. Në një nga momentet më të ndjeshme të ditës brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 4, Shkurta nuk ndihej mirë, duke u ankuar se ndihej ligësh dhe e lodhur. Teksa Benita qëndronte pranë saj për t'i dhënë mbështetje, Shkurta përshkroi gjendjen e saj. Duart nuk më kanë ardhur akoma në vete. Ma dha labi një kokër, veç sa e piva, do djegës se kam te gjoksi. S'kam fjetur hiq, po më duket prej pagjumësisë, tha ajo, duke treguar ndjesitë e saj fizike pas një nate të vështirë. Megjithatë, edhe në këtë situatë, Shkurta nuk la pa përmendur pamjen e Benitës, duke e komplimentuar. Ky moment i ndjeshëm erdhi pas një nate të tensionuar brenda shtëpisë, gjatë së cilës mbrëmjen e kaluar u eliminua getoari. Benita në këtë rast tregoi se është mbështetëse, duke qëndruar afër Shkurtës dhe duke ndihmuar të përballojë gjendjen e lodhjes dhe shqetësimit. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.